Kampioni i Kosovës, Drita e Gjilanit, mbrëm mundi ekipin e Shkëndijës 1-0 në një atmosferë spektakolare dhe festive që krijuan mbi 8.000 tifoz të pranishëm në tribunat e stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë, së bashku me 2 tifogrupet, intelektualët e Dritës dhe ballistët e Shkëndijës. Tifogrupi ballistët dhe ai intelektualët shpalosën banerët që kishin përgatitur enkas për këtë ndeshje. Të pranishëm në këtë ndeshje ishin edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, pronari i kompanisë Ekolog Lazim Destani dhe shumë të tjerë. Gjatë 90 minutave lojë ishin kuqezin tetovar, të cilët dominuan ndeshjen dhe krijuan disa raste për të shënuar, por një pakujdesi i repartit të mbrojtjes në minutën e 20 e shfrytëzoi Arb Manaj dhe doli që të jetë epilogu përfundimtar i këtij takimi të raundit të katërt në fazën e ligës të UEFA Conference Liga. Pas ndeshjes, trajneri i Dritës Zekiria Ramadani ishte i kënaqur me fitoren e rëndësishme dhe shumë i emocionuar me atmosferën e krijuar nga tifogrupet. Një fitore e merituar, një fitore e luftuar nga 2 skuadrat, i përgëzoj edhe futbollistët e mi, por ashtu edhe Shkëndijës. Me të vërtet një ndeshje shumë e vështirë në aspektin psikologjik, e thash edhe në konferencë dje ishe prezent. Një ndër ndeshjet më të vështira në këtë fazë të grupeve. I uroj futbollistëve për fitoren, nuk ishte spektakli mrena në fushë, po atë vetë ishte luftë sportive, angazhim nga 2 ekipet, por spektaklin e bënën 2 tifozërit. I përgëzoj edhe ballistat edhe intelektualet për këtë atmosferë të jashtëzakonshme. Trajneri Jeton Beqiri gjithsesi i pakënaqur me rezultatin e ndeshjes, por i emocionuar nga atmosfera e krijuar, uroi ekipin e Dritës duke i dëshiruar suksese edhe në ndeshje tjera. Do të uroj ekipin e Dritës për fitoren dhe duke i dëshiruar sukses më të tjerë. Ju e tha të mirë që ishim dominues gjatë thuajse 90 minutave, por në këto situata, në këto gara, në këto nivele, në momentin kur pranohet gol ashtu si pranuam ne, do me thonë një gol shumë i lehtë edhe nuk mund të shpresosh për rezultat më pozitiv, pavarësisht se kishim shumë kohë për të reaguar, pavarësisht se besoj që dominuam në lojë, krijuam disa raste, në momentet veçanta ishim edhe pa fat, por megjithatë, ekipi me përvojë i Dritës arriti të menaxhoj ndeshjen dhe morën 3 pikët për të cilët unë i përgëzoj. Sa i përket gjasave që skuadra tetovare të siguron kualifikim në fazën tjetër, trajneri Beqiri tha se gjithmonë duhet shpresuar. Po besoj që derisa ekzistojnë edhe mundësitë matematikore, pavarësisht se çdo kundërshtar në këto nivele është kundërshtar i fortë, ne do tentojmë që të marrim pikë të cilat do na mundsojnë pastaj edhe kualifikimin. Në raundin e 5 ekipi Drita është nikoqire e ekipit AZ Alkmaar. Ndeshja luhet më 11 dhjetor në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, ndërsa Shkëndija është nikoqire e Slovan Bratislava. Pas raundit të 4 tabelën e Conference Ligës kryesojnë Samsun Sport dhe Strasburg me nga 10 pikë. Drita e Gjilanit aktualisht është në pozitën e 8 me 8 pikë, ndërsa ekipi i Shkëndijës me 4 pikë është në pozitën e 25.